Ars Poetica, Tonin Kachaj, Reflexione. Te njeriu Zoti plotësohet përmes njeriut. Te Zoti njeriu plotësohet përmes vetvetes. Yjet. Poetit një qast ju thye kristali I këqyrjes dhe ato mijëra miliona grinca, se cila me ftyrën e ti u shpërndan qiellit, u ban yje. Mosdo, poeti nuk është pylli prej mijëra drurësh, nuk është krejt asaj druni I veçuar që rri atje te në anë, në skaj. Te droni në skaj, çoni kryet pak sasipër, diku atje në maj. Në maj të majës, madje një gemi, atje në maj të miskes, dimër e verë, si pri një frige një gjeth, gjithherë drithëron. Poezia është vetmi. Ardh ka një dit, e ca sende të vogla, ca pikla gazi, a lotit të fëminis, bahen pasuria jonë ma e madhe, e vetmja që kemi. Kur ndonjëherë këto sende të vogla, I përcjellin paksa të rrituna, si të thuash, disi më të burrëruar. E kjo ndodh për fajin ton, dhe jo krejt për fajin ton. Kemi humbur fëmijë. Në kapërcyllin I pasur, I varfër, fëmija qesh, burri gjanë. Duke pranuar se vdekja është fillimi, ecja për diku tjetër, atëherë sa zgjat rruga, do me thanë sa duhet të hecim në për të prekur së paku fillimin e asaj, ku shkohet përmes vdekjes. Në gjithë këtë dhimbje, një gjë ndoshta ndjeva, mundohem të krijoj veten dhe prap nuk arrit të kuptoj. Aherë, pse vuaj? Hipur mbi një dërras të vdekur,
i vetëm midis gjithka hujit, pa kur farë frige për vdekjen nga mbytja, pa kur farë shprese për shpëtimin nga dërras e vdekun. Gjithçka me padashje, ashtu gan. Gjithë këtë kontrolloj, zhurm armoj, i mat do të ndante thjesht. Ka del fjala, del shpirti. Përpiqem ëndra t'i kthej në realitetet në ëndra, dhe kjo gjithherë përmes një tingullit të pagoj, i cili është vetë tingulli i frymës grafikisht, i ndërtuar prej dy vizat të thikta, paralele e të pambarimta, të lidhuna pingull mes tyne, me prerje ndarse mes qiellit e dheut. Dega ku fryma var veten, rrafshit të thikt të gjithë frymës. Tingulli, ndjej se atje ku ky tingull nuk shqiptohet, qyrni me kujdes se shpirti nuk ashtë, mungon. Me këtë tingull shkruhet fryma, e cila pastaj gurit të natës, për mes tehu të pagojës, shkruan vetë fatin e vetë. Honi, heshtja, hera. Hera, baras, erë. Kjo gjithherë provohet thjesht. Në gegnisht nuk thuhet atëherë, por atë erë, atë kohë. Pra, era si matës kohë, era para Krishtit, era mbas Krishtit, ose era e re, sepse rranja e saj ishte falja. Po në gegnisht nuk thuhet njeri, por njeri, një erë, një frym, njeriu diçka kalimtare si era, ja kaq. Ama njeriu është një frym, edhe sot në malsinë e madhe pyesin, sa frym baheni në shtëpi, pra sa njerëz jeni në shtëpi. Vet era është e prej ardhur, prej he plus ra, pjesës he dhe foljes ra, he ra, e ra, he ra, ku pjesa he te hera është një pasthirë e përdorur rëndon në gegnisht, e cila njëherë shpohon e pranon ndodhjen dhe shkak. Çka është pranuar e vërteta të hyjnorët, dhe fat i thanë, tash e motit vetëm do shqiptar, teksa ndjej më erën. Era është fryma e Zotit, pra era është ra e Zotit, është Zoti. Era është dhe sjell hyjnoren, çka është pranuar vetëm në dodonën e pellazgëve. Deti, edhe kur malin e gjithë, e shgull rrajve të dheut dhe e shkartis,
pregut si një guack, është deti. Edhe kur krahët e tij mbështjellin bramjeve, lakuriksin e pafaj të hanës, është po ai deti. Deti është, dhe deti shkohet te deti. Mund ta prekësh atë vetëm nëse brenda teje është deti. Deti është pafundësia, është dallga e kërleshur që aq shpesh tremb dhe zotin, është dhe vala e kaltër me qeshjen e derdhur të shkumës së bardhë në buzë. Është zemrimi i qindra shekullor, grimcuar në miliarda e miliarda grimca rane. Është pikla e shuma e gjithë piklave të qiellit, deti. Teksa mëngjesit herët ecën fillikat preku të tij, gjithfarë sendesh hedhur prej natës së tij, prajnë atje pa frym, gjallësa që dikur gjithë gaz çan dallgët, guacka, skelete, drurësh e drur vet, klithma të heshtuna, lot që lotojnë ende syve të mbyllur, shkum e ngrirë, kryqe të ftohtë varësh, e copa yje tashmë të vdekur. Si u merr erë, deti e ndjen me njëherë që s'jam pjesë e tij, i përplas te, i nxjerr preku. E deti në dukje kaq i qetë, si të mos ketë ndodhur asgjë prej gjaj. Një gjë aq e vogël për gjithë dallgën e tij. Herë ndonjë val, si për këdhelje apo shpirtje hynore, kalon lehtë përsipër tyne, duke shuar atje edhe grafikën, dëshminë e tyne të fundit të ekzistimit dhe vetëm kaq. Tashmë ajo që ndodhi natës së tij, ndodhi gjithherë dhe me padashje ngan. Ndoshta vetëm ashtu është det. Gjithherë deti është i pafaj. Mbase kështu ndodh dhe me shpirtin njerëzor, me atë pjesës të tij natë, e të cilit prej gjithë trazimit makthit të tij kozmik, ku herë bregu të shkret mbërrin e pa frym ndonjë fjalë, klithma alot, gjithherë i e tingullit, grafik e ekzistimit dhe vetëm kaq. Mbase kështu është, mbase poezia të zhveshet nga poezia e fjalës. Poezia është dhe fjalë, fjala s'është poezi. Çfarë po Jeremis? Poezia është ardhje dhe si e tillë ajo vjen bashk me mjetin përcjellës, domethënë fjalën. E deri këtu, poezia është kur njeriu i shkret për një tepri dashnie atë një diçkaje tjetër të afërt me të, kërkon gjithandej
figura e fjalë aq të godituna, të mëdha, të cilat trembin dhe vetë syrin e munguar të fëmijës. Ajo që fiton në këtë rast është vetë poezia, humbjen e saj. Poezia është dhe fjalë, por asnjëherë s'mund të preket prej fjalës. Atë botë poeti pëshërtiu. Na mungojnë fjalët. Dhe fjalët mungojnë. Ndjej se kur fjalët mungojnë, pra kur mbetemi në pagoj, atëhere dhe vetëm atëhere krijimi ndodh. Aty nis, aty mbaron. Ajo që vjen mbrapa përmes fjalës duhet parë me dyshim e një farë mëshire njerëzore njëherësh. Fundja deri aty është caku i epërm i mundësisë njerëzore. Pa fjalën si krijim, Zoti ja la vetes. Dhe pse krijoi gjithçkan prej racës së vdekshme njerëzore, kush e dëgjoi ndonjëherë Zotin të flasë? Fjala si marrëveshje me veten e racës së vdekshme njerëzore nuk mundet asesi të përcjellë krijimin, kjo grimës e të pavdekshmes. Kur fjala merr përsipër të ngarkoj në shpinën e saj të thyeshme barrën e rënd të krijimit, krijimi rrëshqet frikshëm drejt vdekjes, çka do të thotë se prej atij çasti e mbrapa krijimi nuk bën pjesë në krijimin, për të kunorzuar pamundësinë e vet në përcjelljen pa fjalë të krijimit. Raca njerëzore qysh herët thirrri krijimi artistik, me bindjen qore se termi mbrapshtues artistik mund të përligjte mundësinë krijuese të saj përmes fjalës. Marrëveshje kjo vdekatare ndodhi ndonjëherë. Fjala, një gjë e vogël, përka jeç kurtësia, krijimi rrok gjithherë gjithçkan. Ashtë krijim, sado e lartë, ajo që erdhi përmes fjalës edhe vdes. Krijimi ashtë pa fjalë e përjetshme, pa mundësi njerëzore. Prej se s'di të këndoj pa fjalën edhe flas. Zoti zotnon farën e gjithçkas. Njeriu si pjesë e pandashme e kësaj gjithë fare, merr pjesë në farhedhjen. Si tillë, pra si farhedhës i duhet të punojë vetë arën në trupin e secilës ai hap vija të thella, a gropa dhe më të thella, ku dhe do të hedh farën. Pra fara ardhë veç prej Zotit, duhet të bjerë thellësive të errta, aq të errta, prej ku nis rrugtimin e saj të gjatë
e teje të dhimbshëm për shpërfaqen e vetes. Ngjan si çudi deri në mos mundësi, por kështu ndodhka. Dhe fara e vogël, e lules së vogël, dhe farë e lisit të madh, dhe farë e njeriut, dhe vetë fara e krijimit poetik, duhet më parë të kaloj nga gropa e thellë, e tejet e errët, brenda së cilës dhe mund të kalbet, pa mundur të ndjej kur brenda vetes, atjen e kërcelit të njohë, a përshpërimën e parë e qethit voglan. Po mundi t'i përballet territ të thellë dhe rëndesës së dheut përsipër, ajo mbrin të shohë në sy vetë qiet. A nuk ndodh kështu dhe me vetë pemën njeri? Duhet më parë trupi të mbillet gropës së thellë të varrit, e pastaj shpirti të qilet ka përjetësia. Në anët tona, nësa qastin e vdekjes së dikujt, gjaku i një baktie asësi shpendi, duhet të përgjak, gur, e bar, e gjeth, edhe që shpirti të zgjidhet prej trupit, pshërëtin nana ime. Ashtu si që ndodh në anët tona, ku shkohet të varri, e rrihet në kamb të kambët e të vdekunit, e me fytyrë ka i vdekuni, që ai, i vdekuni, të shoh e të dëgjoj, gjithçka. Një jetë e tanë rrit të kambët e të vdekunit, me fytyrë ka ai. Syt prej gjithsa shoj, gjithherë, tërkaj drita që lind aso bote, bashkë me dritën s'perëndon kur. Kam parë duart e mia, majat e gishtave të tyne, të lidhur befas me hanën, si me një balon, për mes pejzazh drite. Dhe pa guxuar t'i kthej shpinën hanës, gjithherë me fytyrë prej saj, kam ecur ashtu, për mbrapa, në për natë, derisa kam ndier një portë të hapet. Nana zbriste shkallët, mes nata pati erna e shkapërcyer. Kam parë, gjithherë kam parë duart e mia. Ndonjëherë, mbase ndonjëherë, tejet rrallë e shkurt në kohë. Në të vërtet, koha s'është, por s'po gjej tjetër fjalë për të kallëzuar lëvizjen e hijes, si pasojë e lojës së dritës, prej një hapi në tjetër. Aq sa nuk mbaj mend në ndodhi ndonjëherë, dhe nëse ndodhi një sekond diku aty afër. Pra, ndonjëherë dhe jam ndjer një mjet i pafaj. Një penë
në dorën e Zotit. Vetëm kaq. E megjithatë, prej se s'mund t'i shkruaj, shumë tinguj, gjithë tingujt po më vdesin trupit. E ngjyrat më zbardhen në sy. Po, në natë kam dëgjuar rëkezën e ujit atë dritës. Kjo dimër e verë, te kriste brënda trupit të plepit, si në përgur zallit të bardh. Falë dyshimit, provova me radhë të 3 plepat, dhe po ajo rëkez uji a drite. Qiejt, tanësia, rrjedhin për gjithë qastit, trupit të plepit, kërcejve të barit, plasaritjeve të frymës sime. Në të rrallë, mbaj vesh të flitet për poezinë. O Zot sa balt e madhe. Dhe pa ja lypur kush, te dhona. Pra mbas janë çliruar dhe prej do gogësimave zhgalitse, shkaktuar prej tengimjes me realitetin, nisin e flasin dhe për poezi, si të që ajo një palë pijama, të cilat u dashkan vesh para se të nisesh te gjumi, se kështu u thanë. Mbas gjithë kësaj, dikush ndihet i fyer, tjetri i krenuar. Në të dyja rastet, çështja ngjan tashmë e zgjidhur, ndonë se dikushi nis e vuan të vetja askushin, tjetri askushi vuan të vetja dikushin. Kjo më ngjan njësoj me pyetjen: Zoti në cilën fe beson? Sigurisht, veç për shtymës së tharë, diku në përqjellës e hutimit që sharak, përgjigje nuk vjen askur. Ndërkohë dhe pa pyetjen time, Zoti ashtë, përmes besimit në poezinë. Me pak fjalë, poezia dhe Zoti, dhe pse vetë fjala nuk janë prej fjalëve, po të mos ishte vdekja, nuk do të ishte poezia, po të mos ishte poezia, Zoti, pse të ishte? Shënim. Ndodhjet shpirtërore asnjëherë shërbejnë si përvojë për shpirtin. Shpirti nuk njeh evolim, rrafshi i ideve po. Ashtu si fëmia, i cili për të disatën herë radhazi rrëzohet në të njëjtën rrugë, për të njëjtën pavëmendje, asnjëherë për fajin e rrugës dhe asesi për fajin e tij. Edhe për shpirtin, herë të dytë nuk ekziston. Gjithherë është fillimi. Përvoja është thjesht memoria e sendeve të pafryma, për të ruajtur nga mëkati i gabimit, i parregullit, quarja e rregullit deri atje ku ai, pra
rregulli mund të puqet vetëm me veten, gjithherë brenda rregullit. Çfarë shkretimi, po dhe varr i mëkatit mungon. Shpirti është mos ekzistenca në land. Ai nuk di asgjë. Është të i landa në ekzistencë e parrokshme prej shqisorit. Është fëmia, por në ndryshim prej ti, i cili ndonjëherë dhe ja jep të qarës kur prindi e sherrëzuar. Shpirti qanë dhe askush e sheh. Qanë në natë është gjithherë loja për të humbur. Mjerë krijues i mjerë, gjithë i gishtave i të cilit dritëron erës së shpirtit. Megjithatë, besoj në gjën e vetme, mëkatin, e vetëm të botës, shpirtin. Fort mundohem të mos e marr me vete atë gjatë të vockër që Zoti, si çdo krijese tjetër, ma dha. Ndjej se e dha me kushtin e vetëm ta lë prap këtu. Tashmë njëjtësuar me atë që rëndom thirret, fryma ime. Puna e vetme t'i jap zagurit tim prej mjegulle që spran së heshtuni, ku herë dhe kam ndonjë ide, por gjithherë më mungojnë idetë për të mbritur idenë. Dhe kacavirem, frikshëm, mureve në djegje të frymës sime, duke e rrejt kështu veten, me pasqyrën jam, ku herë dhe kam ndonjë ide, por gjithherë më mungojnë idetë për të mbrit idenë. E vetmja gjë që i lyp ndonjëherë Zotit, të jem edhe në nesre. Atë grinc fjalën e sa nisur gjithë jetët e më pashme, a nis asiherë, mbetur diku honit të frymës, në shenjen e një shenje të trembur tingullin hë. Tingull ky i ardhur prej atyne vrujimeve e vibrimeve të thella për mrenda, duke pranua se tingujt e shqipes janë në pasojë e këtyre vibrimeve. Fjala vjen, tingulli A, vjen prej kush e di sa vrujimeve, që secila e ndryshme prej njëra tjetrës, ku çdo vrujim është një tingull në vete. Kështu, edhe ija, edhe uja, edhe eja, dhe të gjitha kështu,
por akademikët, duke mos patur asgjë për brenda vetës, me vrujimet e mbrëmshme të tingujve, ban shakan më vrasëse në fytyrë të dheut, duke i shkaktuar një dëm të pashoq historisë së njeriut. Mos i landë dheu mren, do t'i mallkonte nana Gege. Pra, këtë tingull të trembur, tingull fryme, të mund t'a çlirohej, e ajo, pra grinca, të çlirohet dhe simbas jo geneve të krijohet. Pastaj, të rëshqas nga dalë, pa u ndjerë, për gjatë valës ikse, prej atje ku pret vale kthimit, me një fjalë, të tjetër trup, tjetër mjergull shpirti, me kujtesën e një jete të shkuar, e pafundësisht tanë jetëve të shkuara. Interval apo segment, ka gjas elips, thjesht gjes gështenje, ku gjysma ban gjysmën të tyja qefi. Kërceli në mes, dhe pse valët, nervaturat nisin prej aty, kërceli ashtë mori ku gjysma nuk e sheh gjysmën, hija dritën. Kajla e njerë, që por diku, atje, rrës kërcelit, ku drita nis, prej gjithë dhimbjes së mos çlirimit të një fruti të vetëm, harkuar e zgjatur është me fytyrë ka dheu. Zot, bëj sadopak, e Kajla të çlirohet para se të mbërri dheu. Kundroi Qiriun, flakën e tij, e cila ndonë se zbet, dritëson sadopak odën e territ. Trupi i Qeriut paket nga dalë në sytë e mi, por dritësimi është po ai deri në çastin e mbram, kur trupi i shkrishëm i Qeriut s'është ma, e odë e territ kalon prap në terr. Ndoshta duhet ndal pak tek fjala shkri, ku i shkrim dhe shkrim zbulojnë sekretin e shkrimit, krijimit artistik. Me një fjalë, të japësh dritën që ke, duhet ma parë të shkrihesh, ku duhet thanë se vetëm shkrimi erdhi mbas shkrimjes. Veç kësaj, po në Shqip, kemi dhe i shkrum dhe shkrum, e folur tipike Gege, ku e para do të thot i shkruar dhe e dyta shkrumb, ku gjasa është se e para erdhi prej së dytës, pra shkrumja prej shkrumit. Gjendje kjo e fill mbas djegjes, një hap larg hirit, ati hirit të ftohtë, ndryshe prej hirit
Shkrumi ruan ende të gjallë gjurmën e djegjes, e cila të mos mbes, si i thonë, varr hapur, kacavirret frikshëm, klithmës, fut thellë thoj trupit të vet, të shkrumt, të shkruaj gurin e saj të mur. Pra, dhe në mbas qastin, kur trupi i shkrishëm i qeriut sa shtëma e od e territ kalon në terr, çuditërisht, po diku atje territ, dhe për një grim herë mbesin do viza agrimca të dridhshme, si prej drite. Ashtë pluri në rrugën ku atë bot tërhequr dhimbshëm prej kuajve të dyrth, e vetë me kaloi drita, qiri i dytë se ekziston. Duke pranuar se krijuesi, pra Zoti, kërkon të plotën, shkoi ka ajo veç përmes krijimit. Vim në kapërcyllin e frikshëm. Krijuesi dhe krijimi përkojnë me njëjtësimin, e nëse shtrohet te i kalimi i padijes sonë, si të thuash, për t'ja bërë më të kollajt vetes kapërcyllin e hipur, gjërat i thjeshtojmë deri në atë mas sa ato të mund të njohin veten, sipas kësaj prerjeje. Edhe vetë Zoti, krijues, të mos ndihet për të qenë është i plot. Nëse këtë ndodhje të tij e vëm përballë njeriut, edhe ky bën pjesë në morinë e pafund të krijesave, del që Zoti të jetë gjysmë njeri, ndoshta dhe 3/4, por ne e morëm gjysmë thjesht për të hetuar diçka në terrin e padijes sonë, e cila duhet thënë se përkon me pranimin prej nesh të Zotit, e aq më tepër për të qenë vetë Zoti, çdo kush e ka mundësinë të jetë Zot. Gjithherë, përmbi këtë zgrip të frikshëm, nëse ndjejmë se njeriu e prek Zotin vetëm përmes shpirtit të vet, del që njeriu të jetë gjysmë Zot, dhe këtu ndoshta 3/4 largohemi me një frym prej teprisë së frikshme, ku e quam veten vet, dhe si sigurohemi se ndodhemi larg saj, bëjmë pyetje ndryshuese prej shkollari. Ku qëndron ndryshimi me Zotin gjysmë njeri dhe njeriu gjysmë Zot, kur të dy u bankan një? Gjithherë, me teprin e kurajos për të parë diçka për te i padije sonë, thelbi i këtij ndryshimi ndjej se qëndron në atë se Zoti zotnon gjithë dritën, me fjalë amën e dritës, dhe terrin prej ka vjen e ruhet drita, duke mos u lënë asnjë shtek krijesave të veta. Në këtë rast, edhe njeriut të mund të bëj diçka të ngjashme me të.
por ndoshta fal një pakujdesie të Zotit, pasoi kjo mbase e një farë deliri që e mbërtheu atë, pra Zotin në çastin e mbaskrimit, ose fal natyrës së tij prej të vdekshmi, njeriu prej gjithë asaj drite që e përmbyti në atë çastin e ardhjes, mundi të fsheh diku thellë ti një grimcë drite. Ndoshta ndryshimi qëndron në atë që njeriu, gjysmë Zot, është gjithherë i ndodhur brenda dhimbjes së brinjës së vet. Dhe sigurisht hapit të papërcaktuar në kohë, hap i cili radhëherë shkel shefien e filluar të klismës njerëzore. Dëshirë kjo ndoshta e vetë Zotit, çka i jep atij mundësi vetëm deri aty te shenja e ngulur. Ndërsa Zoti i ndodhur gjithherë e kudo, dëshirë kjo ndoshta e vetë Zotit, çka i jep atij mundësinë e gjithçkas, pa mundësinë e njeriu. Nëse raportin e mësipër e pranojmë si të ndodhur, padyshim brejtje se i hymë në hak as njerëz pak, as Zotit, as njeriut, dhe pa frigën e asaj çka barku thellë vetes pohon. Te njeriu Zoti plotësohet përmes njeriut. Te Zoti njeriu plotësohet përmes vetes. Atëherë përcjellim pyetje, jo thjesht për ta drejtësuar, ndoshta për ta të rrisur dhe më dyshimin ton. Shpjesë është fjala, si barë, i bie njeriut në gjithë krijimin e botës. Zoti, përmes arsye së kulluar, arsye e kulluar e Zotit është vetë shpirti i tij, ndryshe krijimi nuk do të ndodhte. Krijoi gjithë çkil këmba e nuk mbërrin syri. Dha dhe shpirtrat ata. Atëhere, që mbeti njeriut mbas gjithë krijimit të Zotit. Qysh në ardhin e tij, njeriu ndjeu se shpirti, si grimca që përmban të tërën, mund ta çonte atë, pra njeriu drejt thelbit të pashkak, arsyes absolute dhe qenia njerëzore përmes gëlltitjes së frymës, u nis ka shpirti i vet. Do me thanë, arsyes absolute. Shenjat janë. Nuk di kur ndodhi, a në ndodhi nuk e di, por mbaj mend se një natë, natë ishte, dikush më thirri apsherëtiu, ndoshta era më tepër se ajo kush tjetër, se duhet të shkruaja, i bindur si prej një frike, gjithherë të pashkak. Ashtu bëra, nisa të shkruaj. Çuditërisht, mbi një libër ka herë të shkruar.
edhe pse ka herë mbi një libër ka herë të shkruar. Tashma hiq se drua marren të vetja, se nuk do mund të shkruaja kur libri ka herë të shkruar. Dhe se dimër e verë, zosht këndojnë kopshti tim, e ere holle natës, për djerës edhe prazmën e yjeve. E trëndafil i gjistave sahet para syve të mi në shi madhi, pra vetëmije. Të moqmit geg për gjatë moteve thanë, me shkrum i letër, pra me shkrua një letër. Dhe ky ashtë kumti maj madh, ndonjëherë dhe ma vrastar në vetë veti për njerëzit e germave. Sepse me shkrua, dashka me thanë, mu djeg, mu shkrum, me pak fjalë, mu asgjësua, dhe ky rrugtim tashma i poetit njeri, në përdjegje e shkrum, çka përmban ashtë histori. Njëherësh t'u e lanë për mas dhe gjithë ato shenja germash atinguish. Kjo në vetveti përmban mëkat ndaj vetë dritës. Asaj t'kulluar mes deri në padukje, ku dhe ndodh poezia. Ndërkohë, krijimi është mëkati i pamëkat i Zotit, pra pamëkati në pa histori. Bahet pyetja, pse shkrumi me ken shkak i historisë së germës? Mbas shkrumit, si rrugtim i tij vjen hini. Kur ndodhte një ngjarje e madhe që munej me plasarit e me ndryshua vetë jetën e njeriut, të moqmit geg, me dhimbje e gjithëherë me habi, thanë e thonë, store e madhe kjo qinara, që e store ajo që i ndodhi filanit, kjo store bini dhe e tjerë. Dhe kjo store tashma e ndodhun, u lidh me shinin që ajo la për mas, pra hi plus store, dhe erdhi ajo që do të thirrej histori. Ky hi dhe kjo store ndodhen te vetë germa, hini si amësi e saj, store si rrugtim krijimi. Shi në natë, shi në shi. Shi në natën me shi. Shi i vdekur në shi. Shi i kalbur në shi. Shi qanë në shi. Shi në shiun e shiut. Mbërriti natë e shiut. Nata gjithëherë laget në shi. Shi
miku im. Pra, ndodh poezia atje ku rri vetmia, dashnia trup drite në pafundësi, i vetëm në fund të rjeshtit, brenda të padukshmes, shoh, e vdeku na sheh, lexon erën, frymësime. E vërteta e poezisë roket e pagoj me ikjen e erës. Nëse dim se ç'është poezia, ajo s'është. Qëndron me mua gjithçkaja e dhimbjes, e pagoj me ikjen e erës lëviz. Heshtja tenton të shoh, mbetet një hap larg aty vetja. Universi, Zoti, rilind, krijohet në shpirtin e poezisë, asaj që ikën me erën, tia e ti, uni i tis. Gjithçka e një mend nuk është vetëse një çast. Aty uni bohem i tis, aty unë arri të them ti. E tashmja ku tia bëhet e pranishme, humbet së shkuarës. Unë mundohem të kap një tingull më kumbon veshve, një këngë mundohem të këndoj, belbëzoj. Me të vërtet, diçka ekziston askur, mungimi i plot tek vetja dhe shkaku asnjëherë i ditun. Ti i parashënuari një çasti të epërm, ti i pushpërisë Zotit vetëm kaq. Zërin e ha mjergulla e syve. E pan Zotin të qaj me kryet, shtrënguar mes duarve vetë njeriut. Aty ku sapo ndodh koha dhe hapësina, zëfill një tingull. Aty dëgjohet një za, gjithë leximit poezia, gjithë harresës poeti, gjithë mos leximit unë.